vizion. Kemi pas kryetarë që kanë vizion dhe kanë bërë ndryshim. Ka pas kryetarë që nuk din asgjë. I patshin gjunarët për vete dhe Zoti që ndeshkon, nuk jemi ne. Ne ndeshkojmë me votë, ne ndeshkojmë me mbrojtje të drejtave tona. Nuk arrin dot kavajet në menaxhojnë ne. Vetëm fjala nën kryetar, ne jemi të nështruar, si ka mundësi të nështrohet në dikujt tjetër. Atëherë të gjithë burra, gra, fëmijë, rini, blidhuni, protestoni, frimosin, nuk vendos as Mazrikut, as Rama. Ku është presidenti? Presidenti që krenohet, presidenti që kërkon se të bësh qytetar në Rogozhin. Ku? Po ke gjumë, zgjojni, trokisni, të vinë në Rogozhin. Rogozhin është të gjithë njerëzit, kemi djem të shkëlqyre, kemi gratë të shkëlqyre, kemi burra të shkëlqyre, që janë vizionar, ke që të shoh shërnin, po, ka që nuk punojnë, ka dhe mos ajo që nuk punojnë, ka dhe fëmijë që ka të ndryshme nga familje që rridhin. Atë nëse ne fëmijëve jepim dashuri, ju lutem do marrim dashuri. Nuk kam shumë fjalë të gjata. Mblidhuni gra, sepse kur vjen momenti në një stadium, shumë gratë që bërrasin për vete, për fëmijët, sepse ne kemi shumë biznese që bashki. Rogozhina është e jona, Rogozhina është e njës. Rog fondi Rogozhinës. Faleminderit. Që të diskutojmë dhe të flasim me njerëzit janë duke folur, duan të kemë vetë vendosje mbi të ardhmen e vetë. Sigurisht, motra e vlezër, unë do sugjeroja, unë për aq se të kemë mundësi do. Sepse Rogozhina ka dignitet. Bëj një pyetje. Pse duam bashkinë tonë Rogozhinë? Ne nuk po kërkojmë që të krijohemi bashki e re, sepse ne nuk po kërkojmë ndaj privilegje të shtuara. Se për pjesëmarrës. Në 2015-ën Rogozhinës se kanë edukuar breza. Ka të rinj që duam ndërtojnë të ardhmen e tyre në të qytet. Të gjithë qytetarëve që marrin pjesë sot në këtë miting, ky është një miting, jo miting si gjithë të tjerët ku neve kemi thuru lavdi forcave politike për të marrë pushtetin dhe për të drejtuar neve për të drejtuar tamam ashtu siç është nevoja jonë, siç është e mira jonë, siç është ajo që ne duhet për fëmijët tanë të punojmë për brezin e ri. Në emër të Komitetit Veteranëve të Bashkisë Rogozhin, që përbën një numër më shumë se 270 antarë, ju përshëndes dhe ju premtoj juve këtu se Komiteti Veteranëve të Rogozhinës do të jetë mbështetja juaj si plejad e lavdishme e asaj periudhe ku bën lufta nacionale shqiptare dhe dhan jetën 28.000 dëshmorë për këto ditë bukura që ne ju dham këtyre qeveritarëve, këtyre që sot nuk mendojnë për Rogozhinën, por kanë larguar 15 bashki në shkallë kombëtare, 15 bashki që kanë marrë votat me të cilën sot drejtojnë. Prandaj ne jemi shumë të indignuar si forcë si Komitet Veteranësh, si plejad e lavdishme e vendit. Kur do na japin neve kjo? Ky shtet ose të tjerët që kanë pas përpara, 45 vjet në ndërtuar fabrika, uzina, kombinate. Erdhi demokracia, gjithë e shkatruar. E dini si ka qenë Rogozhina, kështu ka qenë gjithë Shqipëria. Po mirë më pa. Kur do shohim ne 45 vjet kaluar, 35 vjet jo, ne jemi këtë 80 vjet tash. Ne kërkojmë që gjithë shërbimet t'i kemi këtu. Rogozhina ka një popull punëtor, të ndershëm, demokrat, një popull që ka vitalitet. Po ta shikosh Rogozhinën, të gjitha forcat politike që kanë drejtuar, të gjithë kryetarët e bashkive kanë punuar shumë mirë, kanë punuar. Dhe ja, kështë Rogozhina. Rogozhina është e jona, Rogozhina do të mbetet bashki. S'po më gjitëm aty si për bol jam i gjatë, kështu që përri këtu me cush. Më vjetë shumë mirë që u shof, gëzohem që jeni mirë, po për fat keq, ndoshta ky nuk duhet ishte rasti në këtë lloj formati, në këtë lloj takimi. Jemi para një fakti që për fat keq është skandaloze. Praktikisht janë duke bërë një reformë territoriale, mbi të cilën Bashkinë e Rogozhinës duhen ta shkrinë me Bashkinë e Kavajës. Me thënë drejtën, minimalisht në gjithë proces do duhet kishte një konsultim publik, për cilin sot e kësaj dite nuk e kam patur me banorët e Rogozhinës, po me sa di në dijenin time dhe të gjithë qarkut.
Megjithatë, për te asaj, minimalisht do duhet na kishin vënë dispozicion disa kritere mbi që bazohet shkrirja Bashkisë Rogozhinës me Bashkinë e Kavajës. Unë jam një ndër ata që besoj që Bashkinë e Rogozhinës e njoh më mirë se kushdo. I njoh fare mirë kapacitetet e saj. Kam qenë kryetari i Bashkisë Rogozhinës për 4 vjet, në 4 vitet e para në cilën ajo u formua, dhe ju siguroj që Bashkia Rogozhinës është një ndër bashkitë me më shumë kapacitete në nivel kombëtar, pa diskutim në raport me shumë bashki tjera. Është një bashki e cila ndodhet vetëm 30 minuta nga porti më i madh i vendit. Ndodhet 1 orë nga kryeqyteti i vendit, 1 orë nga aeroporti më i madh i vendit dhe i vetmi. Dhe me shpresë Zotit, me rrugën e re që do të bëhet nga Kashari në Lekaj, gjendet fare 30 minuta qoftë nga aeroporti, qoftë edhe nga Tirana. Me thënë drejtën, mundësitë e Bashkisë Rogozhinës janë të pamasa dhe të pafundme, duke nisur nga fakti i territorit, pozicion gjeografik në cilët ndodhet. Gjendet në mes korridorit 8, ka kapacitete pafund, bujqësore, blegtorale, turistike. Shihni vetëm plazhin e Spilles, jemi në sezon veror. Një plazh për cilin ne arritëm ta krijonim dhe ndërtuam e zhvilluam në fare pak kohë, në pothuajse 2 muaj. Me thënë drejtën, sipas vlerësimit tim, jo vetëm për Bashkinë e Rogozhinës, po dhe për shumë bashki tjera, problemi më i madh nuk është territori, nuk janë njerëzit, qytetarët e saj. Për mua, problemi më i madh është politika me njerëzit që zgjedh për drejtuar bashkitë tëra dhe komunitetet tëra. Për mua ky është problemi më i madh, ky është problemi kryesor, jo se bashkia nuk ka kapacitete, Rogozhina nuk ka kapacitete zhvillimi, por se njerëzit, sepse partit kanë filluar dhe zgjedhin, bëjnë qoka dhe nuk zgjedhin njerëz të dur për të drejtuar këto qytete, këto bashki dhe këto komunitete. Këtë gjë që kanë bërë me Rogozhinën sigurisht që bëjnë dhe me bashki tjera, po në fund fare nuk është se për momentin interesi jonë është bashkia e Rogozhinës. Tani, këta që kanë bërë reformën, kam disa pyetje për t'i bërë, dhe janë pyetje kryesisht fare të thjeshta. Tani, Arbi e kam fjalën këtu për Maznikun, që ka bërë dhe propozimin në parlament për shkrimin e Bashkisë Rogozhinës, duhet t'ja pyes. O Arbi, o zotri, tani a ka mundësi të ma shpjegosh ti mua se si në Thartor do zgjidhen më mirë problemet e Thartorit, duke vajtur në Kavaj apo duke qenë këtu në Rogozhinë? A e di ku bie Thartori, o zotri? A e di që nga Thartori për të shkuar Kavaj, që s'ka për ndodh me shpresë Zotit dhe me suportin e gjithë këtyre njerëzve këtu, sepse bashkia do të ngel dhe duhet ngel, sepse ka të gjitha potencialet për të qenë një bashki me resurse, praktikisht resurset i ka, po të jetë rentabël, është rentabël, sigurisht mund të jetë edhe shumë më shumë rentabël nga kaq. Kështu që zotri, del dhe mbron një reform ku i thua njerëzve dhe qytetarëve që po, do të ngeli qytet, po do të ketë një nënkryetar. Po nuk do të ketë as drejtori juridike, nuk do të ketë as drejtori urbanistike, as finance dhe as gjë. Praktikisht do ta kthesh një qytet tërë në njësi administrative. Më falë zotëri, tani unë kam qenë kryetari i bashkisë së kësaj bashkie. Me shumë vështirësi jemi munduar për të zgjidhur problemet e kësaj zone dhe kësaj bashkie. Tani, me këtë territor që kemi, a mund të shpjegosh ti se si do ta zgjidhi Bashkia e Kavajës problemet e Rogozhinës kur ndërkohë ka boll problemet veta? Kështu që zotëri, është më e udhës dhe më drejt që këto bashki të rinë, dhe sidomos flas për këtë tonë njërë, të rinë dhe t'jenë më konkuruse me projekte dhe me fonde, aty ku ka fonde t'jenë më konkuruse, pranë qeverisë shqiptare, pranë bashkimit evropian e tjera me radhë. Por nuk mundet ti ta bashkosh me Kavajën. Pra, si logjik, kur ka konkurencë midis 2 bashkive, atëherë ti ke më shumë shanse për të fitur projekte, se sa ta lësh vullnetin e një kryetari bashkie, kushdo qoftë ai djath apo i majt, se në këtë pikë ne nuk është se kemi një interes të madh ta dim se do jetë i majt apo i djath, dhe tani duhet të rrihet mendohet kryetari i Bashkisë Kavajës për hallet e Rogozhinës. Për logjik shkon që si rregull duhet mendoj njëherë për hallet e qytetarëve të vet, ata që kanë më afër. Pastaj le të ngeli çat ngeli për Rogozhinën nëse do të ngeli. Kështu që siç e shoh unë, ky takim që ne bëjmë sot duhet të ishte bërë edhe më përpara, sigurisht ju keni bërë, po duhet të jetë në vazhdimsi. Rogozhina duhet ngel bashki sepse plotson të gjitha standardet që nga numri popullsisë apo nga resurset që ka për të qëndruar bashki, mirë po me kushtet që njerëz të dur duhet vinë drejtim bashkisë. Tani bashkia tenton të shkrihet, nga krau tjetër kryetari i bashkisë është duk. Njerëzit ngrihen, kryetari zhduket.
Kush ky që është kryetar i bashkisë tani? Ky zotëria, ky i komanduari. Minimalisht duhet të ishte mballë të vendit. Po çfarë bën? Rrim shifën aty, se po kanë merakun dhe po shkri punë e madhe, po e kapin një rrog. Ore, nuk është normal kjo histori më. Këtu po bëhet fjalë për të ardhmen, për të tashmen njerëz, se njerëzit kanë nevojë me jetu sot. Kanë nevojë të bëhet fjalë për të ardhmen dhe si rregull duhet të ishte këtu mballë të vendit. Patjetër më unë vi nga Tirana. E bëj detyrën time, kam lindë, jam rrit këtu, kam qenë kryetar i bashkisë për 4 vjet këtu. Ore, mos u trëmni më nga hija ime, e kryva unë ciklin. 4 vjet, aq e kisha ciklin, nuk vi më. Ju po keni frikë, erdhi Bushi, erdhi Çami, erdhi Bushi, erdhi Çami. Unë vi se këtu kam lindë, këtu jam rrit dhe vi për të mbrojtur interesat e këtij vendi, që është vendim. Kështu që minimalisht kam vetëm një merak për ju. Sa herë që ju vin këta palaçot, se tani s'dim si t'i themi, i presim dhe i vëmë ballë tavolinës, këta tentojnë me na shkel. Qytetarë të nderuar të kësaj bashkie, jemi sonde së bashku këtu për mbrojtjen e interesit qytetar, sepse parlamentarët tanë dhe qeveria qendrore don t'i heq kompetencët për shtetit vendor dhe pa pyetur qytetarët bon hartën e re territoriale. Por, si përfaqësuesi juaj në Këshillin Bashkiak dhe si në kryetari i Këshillit, edhe sot kemi refuzuar në mënyrë unanime si Këshill Bashkiak, edhe vendimi është votuar nga gjithë këshilltarët kundër kësaj ndarje dhe prishjes bashkisë në Rogozhinë, dhe ne si këshilltarë do jemi në mesin tuaj për të mbrojtur interesin tuaj, interesin e qytetarëve, interesin e rinisë dhe fëmijëve tanë. O sot, o kur, prizë e Shqipërisë, Zoti e ka beku me dem, me lumë, me fush, me në fëmijëve tanë të mbrojmë qytetin tonë. Ju falenderoj nga zemra gjithë për të shpallur. Mirëmbrëma dhe mirënjohje për gjithë secilin për jush që ka ardhur dhe është bërë pjesë e kësaj proteste legjitime sonte. Mirënjohja për gjithë secilin që ishte dhe donte që të vinte këtu për në pamundësi. Ne jemi përfaqësuesit e atyre që nuk kanë mundur të vinë sot në këtë shesh dhe në këtë park të mrekullueshëm që është bërë nga Bashkia e Rogozhinës dhe jo vetëm. Mirënjohje për gjithë secilin që ka vendosur dhe ka zgjedhur që ardhmja e fëmijëve të vet të jetohet këtu në Bashkinë e Rogozhinës dhe në çdo cep të saj në njësitë administrative. Ne sot jemi për t'i thënë një zëri të gjithë atyre që ndoshta një krah apo një krah tjetër një jemi pa anësi politike, por i kemi votuar dhe themi sot një zëri që hajdeni dhe mbroni interesin e qytetarëve, se ne nuk jemi thjesht një pikë në hartën e Shqipërisë, ne jemi në zemrën e Shqipërisë, ne jemi zemra e Shqipërisë. Rogozhina është qytet bujar, Rogozhina ka treguar që vlerëson, por ka treguar gjithashtu që dënon me votën e tyre njerëzit që nuk i përfaqësojnë. Unë sot miqësisht dhe zemërsisht jam mirënjohës të gjithë atyre të cilët kanë kontribuar për vendin tonë dhe për Rogozhinën tonë. Të gjithë ata kryetar bashkisë që kanë kontribuar që ky qytet dhe kjo bashki e madhe të jetë e jetueshme, në plazhin e mrekullueshëm Sfilles, me rrugët që janë bërë, me aksesin që vendoset dhe do të vendoset dhe do të bëhet më e mirë. Ne nuk jemi për zhdukje, ne jemi për të jetuar këtu, në çdo fshat të Rogozhinës. Dhe prandaj kemi zgjedhur të jetojmë këtu. Prandaj ardhmja e fëmijëve tanë është këtu. Një zër ju them, bashkohemi ne për ta mbrojtur interesin e Rogozhinës, jo për interesa personale dhe vetjake, por për interesin e të gjithëve, se do të mbajmë mend si njerëz të cilët e kanë ngritur zërin, dhe mos mbajmë mend për njerëz të cilët u strukën dhe nuk i donën ballë kësaj padrejtësie që duhet na bëhet. Më merë mu me pozë dhe ta morë telefonin.
Hagi lutëm. Do vazhdojmë. Për kundërshtimin e projekt ligjit për shkrirjen e bashkisë Rogozhi. Hedhur jo për interesa personale apo politike, por për të ngritur zërin në mbrojtje në një bashkie që përfaqëson komunitetin, traditën dhe zhvillimin e këtij qyteti. Faleminderit secilit prej jush që u bë pjesë e kësaj kauze. Nën kryetar i Këshillit Bashkiak Rogozhi.